me infrastrukturë përgjysmë dhe jashtë standardeve. Kështu e gjen edhe ky sezon Valbonën që pretendon turizëm elitar. Rruga 23 km e gjatë e parashikuar të përfundonte në fund të vitit të kaluar, ka mbetur pa financim për më shumë se gjysmën e saj. Vetëm 8 kilometra janë shtruar me asfalt, pjesa tjetër, edhe pse ishin hedhur shtresat e çakullit dhe ndërtuar të gjitha murmbajtësit, ka nisur të rishkatërohet. Sherif Margjeka ka lënë Gjermaninë dhe është kthyer në Valbon për të ndërtuar, por nuk ka gjetur atë që priste. Me gjithë bukurinë që Zoti ja ka falë këtij parku, si ku të vujnë dorë shteti i fije, do ishte shumë më mirë. Infrastruktura nuk është e kënaqshme, ju e shihni vetë. Mendoj që pikë pari rruga duhet mbarojnë, energjia elektrike duhet jetë e garantuar për biznesin. Kryetari i komunës të thotë se premtimet nuk po mbahen. Akoma rruga Valbonës është e papërfunduar, një element mjaft i domosdoshëm për zhvillimin e turizmit në Valbonë. Po kështu, është nisur edhe hidrocentrali për prodhimin e energjisë elektrike, edhe ai akoma pa përfunduar. Në Valbon, programi për mbrojtjen e natyrës dhe parqeve turistike ka vendosur që të asistojë për certifikimin si parku i parë turistik europian në Shqipëri. Valbona, si diamanti në kurorën shqiptare të parqeve turistike, nuk i ka shfutuar edhe zjarreve. 10 hektar pyje janë shkatruar pikërisht tu në zemër të Valbonës nga zjarret masive, por edhe nga dora e njeriut.